Eri mucho. Episodin 33. Episodin 33. Podcast Experience Gjirokastra. Kemi dhe një djalë të ri këtu, nga mosha, por jo nga veprimi që do flasim pak më vonë që ka bërë. Shumë faleminderit. Bravo i qoftë. Alessio Sotiri, faleminderit që Shumë erdhe Alessio. faleminderit që ju gjej kaq mirë dhe shumë faleminderit për mundësinë që erdha. Është kënaqësi dhe vlerësim. Shumë faleminderit për ne të kemi këtu në këtë episod një djalë që ndryshe nga moshatarët e tij, bën diçka ndryshe të rëndësishme. Bën diçka ndryshe, diçka që do mbahet mend dhe fundit pse jo ta bëjnë të tjerë them këtë gjë. Dhe duhet të ketë sukses dhe mbështetje. Sukses dhe mbështetje. Mbështetja është ajo që i duhet. Është ajo që i duhet në këto momente. Për këtë gjë kauzën e ka gjetur më të mirën e mundshme. Kemi ndjekës nga do atje. Nga Europa. Jeni bërë të famshëm, edhe në Londër e kam pasur. Kemi pas. Jam bërë të famshëm, sidomos Naqja është bërë shumë viral domethënë. Domethënë Naqja duhet të vinë në Londër Naqja. Po më tha që nuk kalon kufirin, më thanë sa. E pra. E keni për këtu domethënë stabë. Na i kërkoja Grodhaka në Tiranë, nuk e lëshojmë Naqja. E pash edhe për Ramën tha që nuk bëhet. E pra. Për Ramën do menduhet. Do Do të shohim. E thyeti, jo. Kurse për Agronin tha, Agroni do t'i bëjmë njerë këmë, tha, pastaj do na vi dhe. Do na vi dhe. Jemi dhe nga një zonë afërsisht me Agronin, kështu shumë. Tradita to. Neve i quajmë hatëre, si Hatëre të bëjmë hatërin për hatër. Atëherë miq të nderuar, ju lutem, do bëni dhe juve një hatër të vogël, se ku do t'ja u themi pak më vonë. Apo t'ja themi direkt? Jo, t'ja them pak më vonë në moment që do flasi për të. Dalëm pak në suspans. Ti lëm pak në suspans, Jo, sinqerisht do t'ja themi dhe unë e di që nuk na zgënjejnë. Për shembull, neve si podcast sinqerisht nuk e prisnim na shumë vetë. Te kur rinim na vjen dhe mesazh, si jeni mirë, kam dëshirë t'ju ndihmoj. Bujrum, po njerëz që do të thënë kanë një vlerësim shumë të papar dhe njerëz që i kemi njohur shumë pak në Gjirokastër. Unë për shembull jo vetëm Gjirokastër, po dhe larg Gjirokastrës na kanë ndihmuar. Ka ndryshuar nga 2 vite më parë që unë vi në Gjirokastër. Sa mikrofona kishim ne mban mend? Ne ishim cop. Nëse tani jemi më mirë, po jemi shumë më bukur, absolutisht. Jemi shumë më bukur, vërtet. Jemi dhe pak. Studio, mënyra, gjërat. Tu ishim, po se edhe ti. Neve këtu ishim, po jo, nuk edhe kjo, nuk kishim mundësi. Nuk kishim mundësi që të rinim këtu sepse ishi 2 nga 2. Jo mos kishim paguar qiran. Kujtuar atë me Marigon. Tani që erdhi fati s'doti, kështu që. Do t'i falenderojmë që këta sponsorata që bënë të mundur të episod. Pa këta nuk do që bërë episode, nuk do ishim këtu, nuk do paguaj qiraja. Do ishim atje të ftohtë. Për jashta. E nisim me Budweiser, Budvar, birën çeke. Gëzuar. Shumë faleminderit Tanit, Seldianit dhe Martinit, çunave që na kanë bërë të mundur na përfaqësojnë me birën Budweiser. Kemi gjithë bearit. Kemi dhe atë cappuccino. Unë dua shumë birën edhe ju pëlqej, bravo se. Po jo, Tani ka menduar dhe për Erin që ka dëshirë për shembull të pijë cappuccino. Pastaj e din ata që cappuccino është mirë. Irish cappuccino dhe cappuccino al pistachio. Janë produktet e Frankut. Është edhe kafeja Frank, ë? Si quhet? Frank. Se unë jam çik keq me shqiptimin e anglishtes. Unë jam në Angli dhe jam keq me shqiptimin e anglishtes edhe të shqipes bashkë. Kur pi kafe pi dhe ujë. Edhe uji në Shqipëri zakonisht sa më në veri të jetë aq më i mirë është. Keni marr direkt nga burimi që ta. Nga burimi. Burimi i jetës. Burimi i jetës. Përveç tyre kemi dhe Antigonea 2000. Faleminderit Koçon mikun ton. Fura restorant. Po ka një restorant që duhet të hanë në pazar, të gjithë. Neve themi që si më i pasuri, si ai që vjen thjesht një fundjavë me familjen, i kanë aty. Më shumë e shihen Gjirokastër. Super cilësi un kam thënë. Po jo, përveç cilësisë, është reklama, është lokacioni shumë i mirë. Janë edhe njerëzit që janë, si të thuash, ustallar për atë punë. Janë fiks ustallar. Me tërë Jo, përveç asaj edhe cilësia se tani me to që kemi parë është pak edhe stafi furës respekt edhe për shëndetje. Janë të gjithë çuna dhe goca që punojnë aty janë shumë të respektuar, shumë të sjellshëm dhe kështu duhet të jenë të gjithë deri djali.
Edhe Enea no, servisin. Enea, jemi me 2 plane sot. Servis Enea. Ja, duke pasojat e. Jo nga kesa. S'lejon ankesat, vetë. Enea, telefonin e vajzës. Enea, se na merove. Enea është hapur Antigonesi. Po, janë gjithë. Kemi Komshinj. sponsorat njëri pas tjetrit. I kemi komshinj. Dhe shpresojmë se jo. Gjiton. Kush ka dëshirë të na bashkohet. Dikush tjetër. Kemi një plan me një sponsor të radhës. Ata themi tek episodi. Gjuna Shqipet e Londrës mos të vinë përderisa e... Shqipet e Londrës kanë qenë të parët, të thash, të parët. Po themi ata që punojnë fort në Po ti... Londër. Eri, të lutem, mos më dil janë në kontura. Jo, për atë zotë janë fiks këtu në temë, do me Ti thënë. si mendon se u blevën mikrofonat? Unë kam skaletën këtu, mos më dil nga skaleta. Jo, dakord, në rregull. Okej. E kemi të shkruar në dru. Po, vesh. E kemi një maliste se skaletër. Se më ka ikur zëri e kam në Temuli dje, do me thënë. U kënaqë dje? O, kënaqja. Isha deri në 12 me të shtëpi se quajmë në Temuli, pastaj te një kemi. Atmosferë e bukur e Temulit. Çumak, ku atje dhe çumak. Shohim video dhe aty Jemini, çdo ditë të protestën të diel, vetëm Jemini. I vetë Temulit atje, i vetë Po është minë zidjare, mini do vej fiksa atje, do me thënë. I heq, këto vënde i heq. E përshëndesi pak Eminin. Emin Gogalari. Na ke munguar, afro. Unë thuaj që pyeta ku pse se keni marrë Eminin, pse se keni marrë. Jo, po Emini ka një problem me kordat e së. Si që ka eri që ka pak të ullë. Pa i e ka shumë të lartë. Sot pa i e ka lartë. Kontrast. Emini ka dhe një gjë, ka dhe këtë pjesën e aktivizmit që e mundon shumë në ajo, se ai bën tani me këto përmbytje dhe këto bëri lëvizje pa para. Po. Batmani. Edhe filmi. Po, filmi. Duhet të ta shohim filmin se ka bërë gazetari fantastike me denoncimin e Adisës. Ajo që një absolutisht më pas filluan gazetarët e tjerë, sepse na prishin punë. Unë doja 2 karike në ato që na bëjnë. Po ti aty kishe. Do të kishim se jo, po tani sa po ta mbajti ik tani the. Tik tani pas vitit. Edhe një kompjuter mirë do ishte. Jo, kompjuter jam okay, dua 2 karike të Opa, do iksh të bëj xhiro. Po, është e vërtetë, Karike kësoj. Jo, nuk e di çka kishte ndodhur, çdo gjë ashtu të hapura, ku diun. Tani emra mbi emra, gjendje civile, gjithë. Ajo është hapur nga njerëz. Është vërtet ajo video apo? Do të thënë ajo është hapur nga njerëz. Ajo që si në këto zonat që ishin si në Çernobil, kështu e ke parasysh. Po ka një gjë që është bërë e mirë në këto X vite sa është e majta në pushtet, në Gjirokastër ishte ajo. Ishte ajo. Ajo ishte kryevepra. Ishte zgjidhje halli. Zgjidhjeve të hallit të njerëzve edhe që nga pasaporta dhe biles të vinin më shpejt. Ishte mirëfillt i njerëzve, domethënë aty ishte kompleta kur do të thosh. Shërbimi më re, shërbimi më re në shërbimi vetë një të sjellshëm të cilësor gjithë, kurse tani shoku po ti shikoj me këtë çudinë e madhe tani të vej babi im kërkojnë me online me gjë, ai se ka idenë, unë i them vazhdon akoma kur unë marr telefon mbyllë se harxove, e kupton, jemi me wifi mbyllë se harxove, po po jemi po të lutem tani, futet të vendosi ai të bëj pasaportën. Po të marr me ofertë, e mbyllë s'ka se harxove ose tendenca e logjika e këtyre tani është po çdo i moshuar e ka një të ri që do ta ndihmojë, po ta ndihmoj. Jo, s'kam të rinj ikën. Ë? Në Londër. Të rinj i kam aty unë atë gjithë. Ku i ke? Në Londër i kam referotur. Jo të gjithë, jo, ja, jemi edhe neve këtu. Apo do të na marrësh edhe. Po të mirë. Kismet. Mund të vini për pushim. Po pushim e pranoj, unë kështu nuk iki. Po ambiz. Po e vërtet shumë. Do të vija me gjithë qejf të shikoj një koncert të tyre Oasis me që aty brenda. E para s'kishte bileta aty dhe po të kishe bilet në doje vish. Edhe unë do doja shumë të vija në Angli se suportoj një skuadër angleze. Do të ndrojë Manchesterin? Po, United po. O gest. Glory Man United. Doni të ndrohemi. Ne duam thjesht të punojmë atje, po që jo, neve do vemi për pushime. Ju do vini te mua apo për ideu. Çdo më thën kjo, ju do vini te televizioni tim të ftuar do ktheheni hatëri. Ne po afër me televizion në Angli. Jo, të kam parë unë ti çaj ishin ato që ishin ato radio gjëra, çaj ishte. Pak media online. Fillove punë. Nuk të lan dot. Unë punoj. Kisha për qef. Unë punoj se kur vajta në fillim ka ndodhur një gjë, domethënë, nëse unë do ta flisja po ta flas shumë pak dhe më pas të them për këtë. Duke qenë se unë veja si gazetare dhe në përgjithësi punët që kërkova, fakti që nuk e dija gjuhën, domethënë nuk isha kaq që aria unë mendoja që e kuptoja, por në fakt ishte shumë problem. Është pak edhe pjesë e theksit mendoj. Pjesa e theksit të ekstrem dhe fillova me këto në lokal, në gjëra të thjeshta se ku do ve, unë mas do më çonin direkte me që vajta unë gazetare dhe po vdiste Londra për me zipriste. Dhe për veja të përballesha me këtë pjesën që çka ke bërë gazetare, ku ditë bësh ti punë, domethënë ti
koncepti ishte që duhet vetëm punë krahu. Punë krahu, domethënë po të veja në një restorant që të veja ishin për të lartë sa tepsi ato ishin 1.60, po unë nuk e futesh e brenda atë. Nuk e bëj dot. Mundur I thashit të që kështu që domethënë nga këto gjërat e vogla. Aktualisht part-time në një televizion është Albi UK, në fakt është I njohur shumë. Nuk është I njohur tek neve, por në Londër, në komplet Anglinë dhe në Kosovë më tepër Maqedoni, me emisionet e vogla dhe janë shumë të interesuar televizion shqip dhe janë të interesuar patjetër për temat nga më të ndryshme duke filluar. Baza është baza e migracioni, problemet që janë, domethënë po dhe njerëzit janë të interesuar. Ndërsa pjesa e punës së dytë pastaj është një sepse aty do anglezi ka qenë, është dhe do të jetë I thamë pak mund, por neve nuk na pëlqejnë se na pëlqejnë këto. Është një farmaci, suplementesh, kolagjen, gjëra gocash kështu nga këto, por për juve për shumë janë gjërat sportive, të cilën unë synoj që ta kaloj online, duke qenë se ata janë të prirur për vitamina, por ne jemi të prirur për të marrë këto gjërat e tjera, domethënë. Duhet patjetër të punosh me dy punë part-time, sepse ata kanë hequr full-time-in. Po. Unë atë kërkoj sepse mua ajo më intereson. E kanë hequr sepse mos lodheni. E kanë hequr për pjesën e pagesave të pensionit të siguracionit. Nëse ti punon part-time ata ti japi rrogë të vogël dhe automatikisht edhe pagesat siguracionit janë kështu. Është stil kjo. Është stil patjetër. Do ta afrosh edhe një herë. Jo, më shumë mirë ka. Jemi okay. Jo se ka kështu këtë ana. Jemi okay këtu? Ka një siguas ka kthehen na vetja atë. Po me këtë teknikën e re keni kompletuar më ndryshe këtë domethënë. Okej. Kështu që po ka vështirësitë e veta, ka gjërat e bukura të veta. Aty vetëm part-time bëhet punë. Për momentin part-time, full-time mund të jesh nëpër këto lokale shqiptarësh, restorante, po ta kesh punën shqiptar që kanë biznese besoj, ëh? Pafund. Ta kesh punën tënde, s'punon atë full-time. Pafund. Po unë nuk e kam luksin se tani vajta në emigrim, në moshë të madhe, më duhen ca vite. Gjena një vend kamarier pjesë për një shok. Edhe të gjejmë një vend kamarier pjesë për një shok. Aty të gjithë kamarierja. Sa paguar. Edhe pronari është kamarier. Jena në inuse angleze se pjesë për një shok. Ka përshtypjen që nuk sheh për shok kjo. Intuita e gazetaris nuk më ka lënë akoma. Kam përshtypjen. Pjesë për menen. Do të jetë se ta. Sa rrihet këtu. Kështu. Jo, keni ka telefonin. Jo, po vështirë. Keni të drejtë se këtu miratua dhe kjo pjesa e prindë çu bë kjo miratimi. Po ne andej mësojmë. Prindi 3, prindi 4 çaj. Si prindi 3, prindi 4. Çau miratua, kjo fundit ka bërë kam lëm pak jashtë. Kjo është kjo gjë që si ndihesh, ku di unë. A ndihesh po, ishte domethënë u miratua nuk vjen gjini, gjini, okay. Për shembull, ndihesh. Remi Zeko nuk na I tha dimri për Bearit është qenë, dimri nuk e di. Beata ndihej qend. Kurse në dimër tha të kuresh pak, tha ku di unë si ndihem në dimër. Ti breshke, thoi gjë kështu e tillë që futet edhe jezë buat. Nuk e di, po kjo është një gjë që në Londër është më hapur besoj. Kjo e Shiko, aty I kemi të gjithë shoqë. Si? Nuk ka shok atje. Shoqë. Se shof që bëhet shumë propagande edhe në këto ndeshjet e futbollit edhe në Spanjë, çita e kapitenit ka janë me flamur, po shoh. Ka marrë edhe lek I madh. Po, për këtë. Lek I madh. Besoj se është propagande është e përgjithshme. Gjërave po, është e përgjithshme, nuk është vetëm në Londër, është kudo. Është kudo. Po që neve besoj, neve në Shqipëri kemi akoma atë idenë e familjes tradicionale, nuk mësojmë dot me këto gjëra. Ne nuk e kemi, ne e duam. E duam, e vlerësojmë dhe atë kemi. Dgjoj ti ke shembull se je në pritje të ëmbël, më than. Kush të thënë? Jo ti personal. Burime jo zyrtare. Episode jo zyrtare, fiks, burime jo zyrtare. Episode të tjera. Jo zyrtare, burime jo zyrtare. E kemi lënë që do të bëj naqja urimet. Okej, mos ja merrni naqjes na fal naqjes. Po ja marrim ekskluzivitet. Jo, nuk do bëhet naqja anun, jo. Jo. Po shiko, mund të vinë edhe urime nga Anglia. Kam një pyetje në Angli. Se kam dëgjuar bëra muhabet para ca ditëve që e merr me shtëpinë vetëm me qira, nuk blen dot tokën kështu. Të bësh landlord, nuk bëhesh dot më duket. Jo, janë pronësitë të mbretit. Jo, absolutisht jo. Domethënë shqiptarët kanë bler, po flasim landlord, po thua ti për pjesën për të bler një shtëpi? Shtëpi dhe truall.
duke se s'blen Për dot truall është shumë e vështirë. Apo se kam mbretë. Për truall. Për truall është e vështirë, ndërsa shtëpit janë ato të cilat Po çe do janë shpim pa truall. edhe Do të ti blen godinë, po nuk blen dot tokën, do të po të prish një moment ti si apo pronar. Shqiptarëve të Londrës u leverdis si ta kenë me truall, të mbjellin lule. Ore kopshtaria shumë e zhvilluar në sekondë, se mua ai elmazit e koshtit tia ka mandarina, ka qep, ka sadat jeshile. Ore për këtë kisha fjalën që unë them që shqiptarët e Londrës nën kuptoj që aty kanë shumë parqe dhe këta kanë vajtur dhe ndërtojnë mbjellin, do të thënë mbjellin jeshillëk dynjaja tani. Bravo i qofto. Ju lum të Kemi lopata. Shikimin nga të parët tana në inflasje, këta bakti e bujqësi. Ai mistreci aty, e ke nga podcasti 33. Faleminderit Budweiser. Po. Gëzuar. Kështu. Do flasim për djalin se pra. Ti e ke bërë një podcast, E kam bërë. Unë dua të flas për. Pastaj ajo Dua ta dëgjoj. kauza aty është shumë fisnike, shumë. Fisnike. Meriton pak më shumë kohë. Meriton shumë kohë dhe shumë vëmendje. Shumë faleminderit. Një prezant. Bësh një prezantim të vetes edhe Një prezantim shumë të thjeshtë. Unë jam te ndjekësit që kemi. Unë jam Alessio, jam 22 vjeç, lindur rritur në Gjirokastër edhe po ndjek një kaos që do ta dëgjoni në vazhdim. E cila ka të bëj me tani është vazhdimi. Tani kjo kaos ka të bëjë me fëmijët jetim dhe shtëpinë e fëmijës Vatër e Ngrohtë në Gjirokastër. Tani na flet do 2 minuta për historikun e po, Vatrës. historia, po, okay, në rregull. Unë nuk jam, Si u njoh edhe si si u njoha unë me Vatrën. Si Okej. shkruar. Para diku 10 vitesh, 11 vitesh, 9 vitesh, ndoshta diku te kjo shifër, mama ime punonte në një shkollë që është afër Po. shtëpisë të fëmijës, domethënë shkolla Raja Rumbo aty. Po, Okej. te Vatra e Ngrohtë. Edhe ai komuniteti që është te Vatra e Ngrohtë, te shtëpia e fëmijës, po them shtëpia e fëmijës që mos ngatrohet. Okej. Te shtëpia e fëmijës shumica shkojnë tek shkolla Raja Rumbo. Edhe aty mama ime domethënë si do çdo njeri familiarizohet me këtë, domethënë ti ke një qenë në shtëpi dhe familiarizohesh, jo me njerëz janë njerëz. Dhe ata njerëz që janë në këtë lloj kushti. Edhe pas kësaj kohe gjithmonë kemi qenë shumë të lidhur me këtë ambient se nga mami domethënë kishin një nevojë për ngrohje, për ngrohje kështu fizike, ngrohtësi, kishin nevojë për ngrohtësi. Edhe gjithmonë kemi qenë të lidhur, edhe Shpirtërore. po, ngrohtësi shpirtërore fiks. Edhe kaloi koha se para 10 vitesh unë jam 22 vjeç tani, 12 vjeç nuk është se kuptoja shumë, e kupton? Nuk është se e kuptoja shumë. Tani u rita edhe një ditë të bukur, fillim tetori ishte, thash po sikur të hapim një GoFund për këta njerëz. Edhe dua të bëj një apel, domethënë që nuk është se ata janë keq. Këtë duhet ta kuptojnë njerëzit, nuk janë keq. Unë këtë pyetje do të bëja sepse ata ajo është e ngritur si institucion po i quajnë pavarësisht se është diçka domethënë po. Para, sepse bërëm një podcast këtu dhe sponsorat ofruan diçka. Ne vendosëm që ato ushqimet, ëmbëlsirat një në tjetër mos ti hanim ne këtu si të limaksu që jemi. Veme ti çojmë aty thamë ishte ideja e Remit. Edhe një ide shumë fantastike. Ata na ngritën, na hapën derën, hyni vajtëm kushte shumë të mira dhe fëmijët të qeshur dhe neve na u bë zëmra maqsi që ishte falenderojmë. Që eksperiencë. Po i përshëndesim patjetër. Për mua nuk e di, ishte ere parë që unë merrja pjesë si thua në një diçka. Të japin emocion. Je dakord Toges? Je dakord që kur vetë aty për herë të parë se unë mbaj mend për herën time të parë, e mbaj mend herën time të parë edhe pse isha diku 12-13 vjeç. Aty ndihesh domethënë njeriu më i pafuqishëm në botë. Unë ndjeva nuk e di. Unë sa që shkoj prapë edhe pse kam shkuar shumë shpesh, prapë në moment që ti hyn aty je tjetër njeri domethënë. Aty një njeri s'ka njeri pa ndjenja aty mendoj unë. Është ndjesi shumë e thellë. Aty është një vend ku çdo kush reflekton edhe logjikon edhe mendon që je njeri më i mirë. Zoti, unë nuk e di, unë jam tip që besoj te Zoti dhe Zoti më t'i ndihmoj ata njerëz që të arrin sa më mirë në jetë në të ardhmen e tyre. Nuk e di, për mua ishte unë ngela pa fjalë si thua, shkova. Flasim për kauzën tënde. Ti je nise, kaloj te gazetari. Vazhdo ti vazhdo. Po. Flasim për kauzën tënde. Si nisi, si ishte si një projekt që ti e nisi? Jo, nuk e nisa si projekt, e nisa si diçka personale, domethënë që të bëja diçka mirë, duke ditur që komuniteti do më ndihmonte. Domethënë mendoja që do isha i bindur që do më ndihmonte. Edhe deri tani kemi arritur, më fal, ta mbaroj. Kemi arritur deri në një pikë që jemi goxha mirë, domethënë për u arrit shumica e atij qëllimit që kemi neve monetar.
besoj se do ta vëmë edhe këtu atë linkun që kemi për. Okej. Ta kemi se Po. tani më duket se mund të futim link në YouTube që kështu mund ta klikojnë. E mund ta vësh në description mendoj. Po, Dhe sepse kaluam një mirë. Edhe lindi kështu si diçka personale që domethënë ato ditët e ngrohta dhe ato ditë më falni, ato ditë e ftohta të dimrit i bëjmë ditë ngrohta për ata që kanë më shumë nevojë nga ne të gjithë. Dhe pse të gjithë mund të jenë nevojtar, po ata kanë pak më shumë nevojë mendoj. kjo kauz është për një afat kohor që ti e ke konceptuar, domethënë do jetë për të ndihmuar me që ma cilësove me pjesën e ditët të ngrohta dhe dimrit. Po dimri është një, po për atë shtëpi dimrat janë gjithmonë të në afatgjat. Detyrimisht domethënë edhe situata e tillë dhe jetë. Ja një Do të sekond. jetë një GoFundMe që është për këtë moment apo ti e synon që të Shikoj një zhvillohet edhe sekond, të rritet. se nuk e me mbarova. mbështetjen edhe tonë të gjithëve, se ne qoftë edhe me një rrjet sociale dhe me një postim mund të bëjmë më një të gjë të mirën mirë. e- Unë më të mendoj që mirën e një mundshme. njeri që s'ka mundësi që të kontribuoj varet nga situata e çdo njeriu. e Në kupton? vend të po, tërë të edhe bëhet me muri, një- muri po. bëhet kala pastaj. Absolutisht. Mund të bëj një share se në qoftë se ti ke 10 shok, një nga ata ndoshta mund të Patjetër. kontribuojë, e kupton? Patjetër. Se nuk e mbarova atë kohë. Ata kanë kushte shumë të mira aty brenda. Edhe ato zonjat që punojnë aty janë ose janë shumë të respektuara, janë ose ish mësuese që kanë dalë në pension, edhe mund të jenë të marrin një pagë nga sepse Jo, nuk vën në diskutim atë, por ndihma. një sekond, është ta për mbaroj, më- ta mbaroj një sekond. Okej, Do me thënë ajo është OJF, është jo fitim russe, është diçka që nuk është e lidhur me shtetin. e kam të Është diçka që nuk e di, më duket se është holandeze, mos gaboj, mos japi informacion të gabuar. Po, Edhe- të huajt si gjithmonë na duan Të më huaj, shumë, po, më shumë se ja, ç'duam ne po, vetë. është vërtet. Edhe ata njerëzit aty domethënë kanë të gjitha kushtet, për të ngrënë, për të pirë, për të veshur, për ngrohje, gjitha. banja, Dushe, ishte gjitha aktivitete, çdo gjë që kanë. I kanë të gjitha kushtet aty dhe mendoj kam një apel për gjithë njerëzit që mund të mos kenë, domethënë të bëjnë një fëmijë pa dashje ose ku diun çiftet që nuk kanë nevojë Vuajnë. që vuajnë, mos i lënë ata fëmijë të vuajnë, por t'i çojnë aty se ke mundësi ti takosh, domethënë ka dhe njerëz që i kanë çuar aty sepse nuk kanë pas mundësi se sa ta nxjerrësh një fëmijë për të lypur, mund ta çush aty dhe i ke të gjitha kushtet. Ata i çojnë në shkollë, i çojnë në kopë nëse është mundësia. I mbajnë një ushqim me të ngrohta, me të ftohta në verë, domethënë është Sa është numri aty? Është diku- po, ja. Unë e di domethënë që nga 17 deri në 13 ka qenë domethënë 13-17 kështu. Momentalisht janë Ndërmjet 13 fëmijë. 13 fëmijë. Nëse unë Ne në këndvështrimin tim do doja që kjo kau, sepse ne themi që ata janë të sigurt, janë mirë, janë kështu. Pasi do zgjerohej edhe për më tej. Ki parasysh që unë duke marrë parasysh në vite, po flasim në për zona që kemi bërë në gjërat, i ke domethënë fëmijë të cilët janë, nuk po themi vetëm në institucione, por fëmijë që kanë nevojë. Nëse kauza është vetëm për fëmijët jetim dhe vetëm ajo shtëpi, ndoshta do duhet që ta zhvilloni edhe më tej. Unë mendova që tani ne dim vendin ku jetojmë, e kupton? Unë mendoj që për shembull unë doja ta bëja si traditë domethënë që kur të vinte viti tjetër, përsëri Okej. ta bëja atë gjë, e kupton? Se s'mund të jetë konstante, se edhe unë për shembull nuk Një në vit. një në vit mendoj që është shumë okay. Një dhuratë për vitëri. Një dhuratë për vitëri, domethënë periudhë do ishte festash, buzëqeshje, ata besoj. ndjejnë më Po. shumë. po në periudhë festash ndej më shumë. Po. Pastaj janë shumë të lezetshëm kur i do Shko, ato mendoj- emocionet që Do thash ngela pa fjalë. Mendoj dy gjëra e para ti në momentin Janë që ti ke provuar se ne jemi qenie shumë individualiste, do ta pranojmë. Në momentin që ti ke përjetuar për veten tënde atë ndjenjën kur fute aty, me këtë GoFundMe që ti hap, i bën të mundur të gjithë të tjerëve që bëjnë pjesë e asaj ta përjetojnë të njëjtë gjë Unë që mendoj ke ti. që- po duhet ta përjetosh o Blero, Duhet sepse ta ne përjetosh, kemi fix, këtë, jemi fix. krijohemi egoist, krijohemi Egon e kemi bëhemi, qenë e kemi të tepruar, e kemi tepruar. qenë- Unë e e Po kam me parë. thënë, në është- momentin që ti je futur kësaj, edhe kushdo tjetër, duhet të kemi një qëllim parasysh. Në një të ardhme, ne të mundohemi që ajo të mbyllet, në kuptimin e mirë të fjalës, si mos ketë më fëmijë që të Që të vuajnë. shkojnë aty, por dhe të gjithë të ketë secili familjen e tij. Mundësisht dhe ata Ajo është fëmijë. ëndër, domethënë diçka që bëhet perfekte ajo kështu. Domethënë Unë ndjek një shembull në Amerikë, në New Jersey është një shoqat, Soul Kitchen quhet. Dhe ajo ushqen të gjithë pastret, por me një kusht që ata të kontribuojnë në pjesën e restorantit, secili mund të bëj pjesë në E kam restorant. parë, Dhe edhe në unë, Londër, e kam është parë. e Kush tillë nuk në ka Londër. Po. para mund të Mund të punoj. paguaj, Po. kush nuk ka para mund të punoj, të laj pjata, të Po, merret janë me në kishat perimet. në Po, Londër po, e kryesisht di. që Dhe aktivizohen kush ka ka parë. para, njerëzit. mund të paguaj dy pjata, të tjerën dhe të personit të radhës. I paguhet një personi i cili nuk ka mundësinë dhe ai kontribuon në pjesën e brendshme. Dhe kjo jep vlerë. Kjo mund Mendoj të që punës të funksiononte atyre. tek neve, më Blero, kjo është një ide që është
domethënë ideja me thjesht në botë që Shkop. atë institucioni që kemi rënuar Si që ato janë pjesë të kalojnë Gesti, Eri, ku di unë, Angelo Blero të vend të bëjmë 5 pjesa e veta, kishës domethënë. se ka stimuluar Kontriboni shumë. për ta rregulluar mund të marrësh edhe një vaft. Sa ke njerëz ti që i ke për një vaft aman për atë zot, domethënë të flasim tamam Dakord. domethënë mund ta krijonim këtë gjë, por është Por që mungesa e Shqipëria është gjynase, është vend me popullsi shumë të vogël që mund të zgjidhen gjitha Janë gjëra që zgjidhen, Me pak po, ide. mendoj po. Kemi ngelur shumë pak vërtet. Shumë pak. ikëm të gjithë. Po Po që mendoj që në qoftë se një çift mendoj që në qoftë se nuk ju braktis asnjë. në qoftë se një çift domethënë është në situatë vërtet të vështirë ose një diçka aksidentale, është mendoj që është zgjidhja më e mirë. Se sa ta nxjerrësh në rrugë edhe të lypi, se për shembull unë jetoj shumë, domethënë jetoj ndërmjet Gjirokastës edhe Tiranës edhe shoh shumë fëmijë që lypin, e Tiranë kupton? shfrytëzojnë. Shfrytëzohen. Është që Ajo, vazhdojnë ata edhe aty shfrytëzim nuk i maksimal. mungon asnjë gjë, realisht nuk i mungon asnjë gjë. Por Pjesa ngrohtësi shpirtërore duhet t'i afrojmë ne. duhet e afrojmë ne. Domethënë mendoj që domethënë Dhe e mira në është moment çdo që mundohet të bëjë një lloj dhurimi, si në para, si në ushqime, si në rroba, si çfarë do lloj gjë që të mendoj, të vej një herë brenda i ta provoj atë që provuam ne. Dhe- Shikoj një herë. dhe kam për të thënë edhe një gjë që ato zonjat që punojnë aty janë heroina realisht. Janë njerëzit, domethënë unë Po, nuk kam njohur njerëz më të mirë në jetën time. Janë aq, domethënë janë çohem në këmbë për juve, jeni Respekt. Përshëndesim. Dhe faleminderit. jeni që po domethënë bëni një punë. nëna, nuk Respekt. jeni nëna Si realisht. mund të gjejnë njerëzit tani? Si mund të më gjejnë njerëzit? Okej, atëherë un kam hapur GoFundin që një njeri që mund e ka atë mundësi që të japi lek nëpërmjet bankës, nëpërmjet kartës bankare, ti transferoj aty. Linkun Ka pas e GoFundMe do ta keni në description. në ekran edhe në description. Më pas ka pas dhe njerëz për shembull që nuk kanë pas mundësi që të ti paguajnë me kartë edhe më kanë marrë në telefon se Mund un të kontaktojnë ty personalisht. po. Sa mundem. mbështetje Rrjetet gjeni sociale. Jo kam, domethënë realisht kam gjetur shumë mbështetje. Gjetur mbështetje. Kam gjetur shumë mbështetje. Domethënë un kisha vënë një target diku rreth 2000 euro edhe tani domethënë për më shumë se jo më shumë se gjysmë ditë 1000 euro i kisha do i bërëm direkt. Domethënë Tani jemi Bravo. afër shumë, jemi diku te 1900 euro, po domethënë edhe në qoftë se nuk dalim tek 2000 euro shi përsëri presim fonde është okay. Rëndësi ka të ketë shumë persona. Tani un deri në datën 22 mendoj që domethënë në ato ditat e festave t'ja u çojmë atë fondin. Por kam një gjë që nuk e di për bankën, duhet të më vonoj pak banka dhe nuk e di se sa mund të vonoj 2-3 ditë. Për Krishtlindje do jesh gati. Po, besoj se për Krishtlindje do jam gati. Vetëm kjo gjëja teknike mund të jetë që për bankën, sepse kam dikë jashtë shtetit që do mi dërgoj lekët sepse nuk mundesh në Shqipëri, se ka pas shumë njerëz skeptik komente që jo vjedhin, jo bëjnë, unë nuk jam nga ata njerëz, sepse po dal me fytyrën time. Jo, për këtë pjesë. Ç'ne këto se këto jakuza nuk para. Vetëm arsye që e bën këtë është për të ndërgjegjësuar të tjerët. Sepse ne i shtym që të gjithë ata që merren me këtë pjesë të mos prononcohen, të mos e shfaqin veten. Ta bëjnë thjesht për hir të kënaqësisë që ajo i ofron, jo të reklamojnë veten. Unë nuk kam çfarë të reklamoj për vetë Jo të ti. tjerë. Ata që të ofrojnë. Ka të drejtë djali sepse ajo shumë shumë- si shfrytëzohen GoFundMe në Shqipëri ti Po, janë po, bërë pra. si janë bërë domethënë të kanë dalë pra. nga etika, nga i katrori i vërtet i Ne, asaj. Fondi domethënë. këtu është një kulturë që Tani- shumë pak veta. Unë e bëra, domethënë unë e bëra me fytyrë, domethënë të dal vet, e bëra, nuk e bëra se dua të marr famë ose ku diun të dal diçka e tillë të bëj reklam vetes. Jo, po sqarojmë për publikun unë tani, e kupton? Se Remi ti si ishe dhe nuk e si ta shoh se ne kemi korrigjuar, por pjesa që tha Remi Zeko se folën për kishën edhe për pjesën e Krishtlindjeve, Remi thanë që në Kur'an kush jep zakatin, domethënë bamirësinë, mundohet mos e tregoj, domethënë Po. ke Po. sepse Bamirësinë e fshet dorën është afiks. Po. Pra. Ajo është. Alessio, Po. komplimente edhe një herë për të gjithë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Sesa. Shumë faleminderit. Dhe do zoti mbiten sa më shumë lek dhe sa më shumë nuk e di për të gjithë ata që nuk kanë mundësi në GoFundMe se mund të jenë për shembull si Ta kontaktojnë. Po, Është puna ime që jam zero në interneti. E gjeni djalin në Instagram, Alessio Sotiri. Po, ose në Facebook ose ku doni, nuk Ose është në problem. Facebook. Dhe mund t'i shkruani, mund ta kontaktoni. Kush ka dëshirë që të bëhet pjesë Më shumë e kësaj liste. Më shumë e bëra domethënë që të përcjell pak empatitë e njerëzit, se po shoh që shumë njerëz tani po e humbin atë empatinë, po e humbin ndjenjën. Domethënë Është bërë e frikshme. Po, është bërë shumë e frikshme situata, secili domethënë, mendon për veten e tij. njerëzit po të panë në gremin të vënë këmbën të shtyn nga gremina, Nuk kupton? ka njeri të dënduar. Nuk ka njeri të Ore, nduki, këtu ka është shumë nga ata problem. që të shkruajnë gëzuar vitin e ri,
Të dërgojnë mesazhe s'të flet ai në rrugë pastaj. Po mirë, shiko ai ka argjuar që të Ose kanë. e vjen notification në Facebook ka diklindjen, të urojnë, harojnë pastaj se ekziston. Të takon në mazdites të thotë. Ha, se një fare ti ndërkohë, nuk Presi, të ai flet në ka bazite. argjuar 200-ën e asaj, domethënë mund të presi, do të ky s'ma ktheu mua, pse ka dhe nga ata egoistët që ja ta hap një herë të shikoj listën nëse më ka shkruar apo Tani jo. unë se vë në dyshim Teknologjia i që ka distancuar shumë njerëzit përveç PlayStation-i që i bashkon. po, është e vërtetë po. Ju kam parë ju dyve ti me mene që pari gjithmonë. Jo, ai Kush fiton nga ju dy tani? Ai është viktima. Ai është viktima, okay. Unë i them dhe babi dhe mami që më thonë gjithmonë që luan se e fëmijë i vogël, këta më të mëdhej se uma. Menja mund të jetë më i madhe se prindrit e tu. Jo, sinqerisht Menja Se është. kjo është shaka. Kjo është shaka po. Menja është një djalë që ka dhënë shumë për këtë shoqëri dhe do vazhdoj të japi, po vetëm si e ke në Instagram o Mene Ervin. O Mene. O Mene. Çfarë janë ndonjë vajzë e kështu se. Iku me mos e vajti. Po t'ja Tani, sa? Çe do tani, ai do marr. Po një sekond, ai do marrë pensionin tani. Çe do. Si u marri pension? A vajti 60 65 e për pension. Ka dhe 5 vite. Menja është figurë edhe Mene. Do të thënë i duhet për 5 vjet vetëm. Mene kemi Marrë si pension të shpirt. përbashkët Ka po dalë vati. një kështu. Mene kemi si shpirt, po. E kemi. Ka dalë një modere me nuk e di, do bëjmë fëmijë sa ajo me kontratë. Lej Kraja i tha Arbër Çepani. Arbër Çepanit. Në qoftë se ti do të To thonë janë Si më është iluminozos tip- të lutem, është tip më jep një mode. çik. Okej. Kishin marrë tek ajo në Top Channel tek ai emisioni mëngjesi diçka Okej. tjetër ishte ajo Lej Kraja. Edhe i thanë që do të bësh një fëmijë, thanë pse nuk mendon. Unë mendoj tha që të bëj fëmijë sa me kontratë. Që do me thënë? në qoftë Se se ne kemi bërë me metodat e... ne kemi bërë pa kontratë. Jo, me një metodë dhe reale, domethënë ajo që ka e keni qenë, bërë me manualisht. normale, nuk e di, në kanë ndryshuar tani. Me kë ke dëshirë ta kesh një fëmijë, Okej. tha, edhe kjo i tha me Arbër Çepani. Në qoftë se gjithmonë Arbër Çepani është single. Domethënë, në qoftë se Arbër Çepani Domethënë zgjidhet Është- babai i fëmijës, i zgjidhet cili babai- duhet të jetë i pamartuar, po Këto unë hedhin mund një të zgjedh firmë. këtë dua. një kontratë, Te edhe noteri domethënë. te noteri. edhe merr fëmijën, bëj një fëmijë. Ai nuk e di se si janë. Funksionon vetëm për Jo, prona. ma, nuk- Do me thënë besoj se ai fëmia Ja. duhet të merr hipotekë, që ta gjejë baba dhe baba. Do të merr hipotekë ai që ta gjejë mama dhe babai, ë? Se të vesh dhe noteri dhe të të pëlqej më shumë noteri. Se ka cakleçka. Hajde nesër. Hajde nesër, hajde nesër në hipotekë. Mund të Po nuk ka ndodhi sinjal. Titulli pronësis, titulli pronësis. E pra, ato them, të vesh dhe Atje noteri. atje pastaj. Erdhi direkt fëmia, baba. Jo, Nuk e kanë gjendje civile, ke Jo, kadastër. e ken, e pra, se ke O, dy zotri, do llogaritë Do shkollë ta presësh në regjistrosh. muaj të vi fëmija, kam 8 muaj që presum. Gesti ti me metodën natyrale, normal domethënë. pa kontratë. Manualisht. Pa kontratë. Po Është old school. Po s'është puna e skoolit, ore tani ne folëm çik. Si të gjithë ne domethënë. Folëm çik për këta që marrin shumë lek, këta motrat. Motra Tani që marrin imagjino. lek. Shoqatat A që shoqata. janë shumë të pasur. Tani sikur e gjitha kjo mundim të që bërë Okej. për gjëra normale, për Një fondacionin kaos e të tillë. Alesios, Po ne- Që njerëz që kanë vërtet nevojë, jo njerëz që Unë kanë nuk e disi cilësova, nevojë në govorëm mendje. mi, për po qente e ne- mini, Ka nevojë për buzë. fondacionin e Alesios, qente e mini dhe 1001 gjëra të tjera. Mos E më kupton? haptem të tillë se lëndohem kur shikoj këtu. E vetmja gjë që u lëndova është fiksa erë. Tani motrat kanë pjesën e tyre, po jo të marrin tortën. Ndaj është bota e pa drejtë. Bota është e padrejtë. Ndaj ti jeton. Po si mund të do të dalë dhe unë domethënë të them që jam normal edhe më fal se ndoshta kjo në internet. Nuk është problem ti jesh. Problemi është Të mos jesh. të Problemi është influencosh ndihesh. dhe të marrësh miliarda Po në pra emër të pse asaj. pse si marrun këto miliarda që jam okay, do të jam drejt. Po sepse ti je okay. Ti merresh me Po okay. Kjo është problemi. Është e vërtet. Asnjëherë nuk Tani merr është ai gabim që ti je s'ka okay, domethënë është gabim ti je në rregull. Është gabim ti je okay. Ja, është shpreha ishte i mirë kur ishim keq. Çka ka kjo? do deklarohesh shishe rakie. O mene. Je shishe rakie. O Mene në Instagram. Follow djalin që të Tani bëjnë kontratën. tani un kam kam një pyetje për ju, për shembull, nëse do të vjeshit para asaj përgjegjësisë, domethënë që të thonit ç'a do jem, ç'a do ishit ju vetë dy. Ç'a do
Me që njëra ti kështu rakie. Unë isha goda kjo që ajo. okay. Tenxheria dhe Kapaku. Jo, unë doja të isha futbollist i Interit. Jam tifoz me Inter, përshëndet gjithë tifozat e Interit. Si na gato mua. Alvaro Recoba, ai është idulli tim. Nuk e di Blero Kenderin. Unë doja të isha me që kam qenë portier, doja të isha Traversa. Ndjen Travers. Më pëlqen ju dy. Ti zotri çfarë do të isha? Unë çfarë do të isha? Varet, nuk e di. Si e qartë për vete? Jam i qartë për vete, unë njeri dua të jem domethënë, por nëse do jepej ajo se kisha menduar ndonjëherë në fakt, çfarë mund të isha. Mund të zgjedhësh sholla. Unë isha basketbollist për shkakun, me që kam lodh shumë basketboll, kam lodh dhe me atë mikun që ka Jo, këtë. Doaj edhe me këtë. Që të jep ti imagjinat, mendosh jo vetëm basketbollistin, topin e basketbollit, mund të ishe çorapet e gjata. Po, tani mund të jesh çdo gjë, mund të jem pemë thaj. Mund të jem E ke parë burra në 60 vjeç për shkakun që janë fëmijë të vegjël. Vishën me biberon me gjëra kështu me ato. Janë nga të gjitha gjërat. Eri, po ti s'na i the, ç'a do të Çfarë ish? dua të jem apo çfarë? Çfarë doje të ishe nëse ti do zgjidhje mos ishe fëmër? Sepse tani ka dhe Mos ishe njeri se nuk është Jo, jo, fëmijë. Njeri apo femër? fëmër mashkull. Gjinin. Gjini janë dy, pra, gjini femër mashkull. Jo, më fal se ngatrove tani. Është njeriu, domethënë ti si je njeri, jepem pastaj. Domethënë kjo është njeri. Po. Pastaj bie ç'a duhet të ishe ti? Po është diskutuar për gjinit, jo për Pemë ndryshojnë pemët. Po pra ti diskutohet për femër apo mashkull apo diskutohet se çfarë do zgjedhë, se dy Çfarë do gjinit janë dy. zgjedhësh? Po një sekond, gjinit Jo, janë dy kanë qenë. Dy kanë qenë. Tani s'janë. Domethënë tani si Tani janë ti më. zgjedh mund të thuash unë ndiem bidon, ujë burim. Ai qartë. Ose Budweiser. Ndiem karikus telefonin, ndiem ku diun, shishte xhamash. Okej, unë ndiem ministre. Si ndihesh? Unë ndiem ministre. Ministre. Mund të jem që mund sot ndiem kështu. E. Mund të Sot jesh vetë. kush ministre të duash vetëm 100 euro. Absolutisht. Jo, nuk e Si besoj. që 800 e 7.000 800 nuk e di, të doj ta thoj prap nuk e thot. Nuk ka shanse. Janë ato të që vinë vetëm një herë. Unë do bëj pyetjen e gazetarit, çka ka ndryshuar nga podcasti i parë dhe i 33 përveç se jeni bërë shumë të famshëm. Përveç se jeni bërë shumë të famshëm, përveç se ju kanë kërkuar në Tiranë, ju kanë marrë informacione, mos çka kujton ti se unë. Jam për 4 mikrofona. Unë në Londër po i marr informacionet, absolutisht. është çiksi përgjegjësi tani. Është përgjegjësi. Ani ka ndryshuar. Para që edhe bënim kot. Se s'kishim që bënim. Jo edhe bënim kot. Vrisit kohë. Jo, ca i bënim. Jo, kot, ca i bënim kot. jo. Nuk kishim çat bënim. Nejse, Ishte nuk dimër, shikon. unë pa punë. Nuk quhet bënim kot se ka qenë të lezetshme Me ato. punë, me radhë, Vjet bënim sanduiçe te kjo te. ishte hapur kjo Christmas market. Bëri sa Çka ne. ka ndryshuar sot Ishni. Lera? Hani ndonjë gjë. Hyçi gjë thjesht ja, kemi mundësinë për shembull që Për te i Viusat edhe sponsorit të të gjitha reklamave. shkone të gjitha që marrim, mundohemi që t'i përkthejmë në zhvillimin e podcastit. Okej. Shtojmë mikrofonat, pajisje audio, video Ta bëjmë më të Por thjeshtë. të gjithë ata që vinë mundohet që të me zërin e tyre të prekin ca tema për shembull që janë të na përfshin të gjithëve. Naqja me Okej. pjesën e tij, Alesja për shembull me këtë kauzën. Me kauzën e vet. Po. Ku mund të vi deri tjetër flasim për çfarë doni se nuk është. You're welcome, my Ashtu friend. ke shumë rival pastaj. Po. Gesti Spesha të ndryshon rënda. fama në podcast? Jo, fama nuk e di se çdo të thotë jesh i famshëm përveç se disa raste Në këtë moment e jeni. nuk jemi. Jeni absolutisht po. Jeni të njohur, jeni në relativisht jeni të njohur tani. Më ndryshe nga që kemi qenë E, para pra. një viti, sepse Okej. ka pasur raste kur kemi qenë në rrugë, kemi dalë në për kafe, na kanë përshëndetur njerëz që as nuk e kishim Okej. në plan të flisnim, e kupton? Se nuk vajtët e agroni. Te agroni do vemi të bëjmë këmbë. Do vemi. Do vemi po do Domethënë nuk e keni refuzuar, sepse e keni Është nxjerrë në çështja atë te që e keni Naqja. refuzuar Kur Naqja agrolaka. ta kemi hanë Në naqës. agrolaka e kemi gjitonë buri dhe unë. Agrolaka nuk është vetëm gjiton. Është miku i gjithë shqiptarëve dhe është i pari me Koço Devolen, me shumë artistë të tjerë që na kanë bërë. E thash gjiton që ta kishim më afër, që ta din këta të tjerët që ne kemi sinqerisht, gjysmore larg. shumë faleminderit edhe një herë Agrolaka. Përshëndesim. Është artist me Po. plot kuptim, po neve është profe, është profesor. Absolutisht. Është Edhe- fjala e parë e fundit e pjesës së Do humorit. përpiqemi me të vërtetë që Okej. të vemi sidomos naqja. Naqja është. E pra, Krye fjala. Krye fjalë. Sepse para naqjes nëse flasim me shifra, pa u shfaqur fenomeni naqje, neve kemi qenë në Instagram 350 followers. Sa kemi tani? E di ku e ka bërë rekordin? Mia pak.
Rekordin e keni parë ku është bërë? Rekordi është bërë në Londër, te Instagramit e Londrës është bërë me Mini dhe me Naqe. edhe është pjesa me Stroma. I ke para ata që vinë nga Ke Greku. para ata që vinë nga Edhe në shtëpi Greku, bëjmë ajo është makinë bërë. nga Argos Dhe Stroma. ne kemi diskutuar në një lokal ku kemi qenë, domethënë japim këto me gjërat Është vërtet më kanë thënë dhe mua me shumë gocat si në kanë atë besuar. dhe kanë bërë, unë do ta nis, do ta dërgoj një çik se sta kam dërguar që kanë bërë domethënë me këtë të Si Londrës, se dhe në Londër nuk rstesh dhe më pak. Unë të thash që ka një ca çuditëra realiteti ai s'është. që sjellin domethënë për shembull shikon njoftimet. Unë kërkoja në fillim njoftimet e punësimit, është një faqe aty që është shqiptar në Londër dhe që thoshte që ka ndonjë furgon që të mos sjelli sallonin domethënë nga Fieri deri A vjeri unë në Manchester. domethënë kjo. Jo, ka thënë Naqe atë historinë me doganierin e Grekut. Se mua ma ka thënë për E mish të pjekur që thot ai për gjelin e detit. Ta sjelluni thot në koment hajde të gjallë vllai thot. Gjelin që nga Po vjen gjeli i detit nga Lushnja, nga kjo zonat që janë nga aty. Myzeqea. Nga Myzeqea deri në Londër, i gjallë. I Gjallë gjallë. pra, me gomone. Janë Krishtlindjet edhe han ata e kanë traditë Shqipëria Kemi mesme. kështu domethënë. edhe ushqet edhe gjitha shërbimet gjeli në Lagja që makinë. unë quhet lagja. Vjen gjeli top form. Janë të gjithë shqiptar. Kur vajta në fillim domethënë fillova kisha atë vështirësinë. Kur veten atë për të pirë ditën e parë, jo për të. Shiko, ditët e para ishin këto, pastaj te ora, jo tek ato që të dukeshin në foto që ishin. Si të vi Gjirokastër dhe vesh te kalajat e kadarejat e këto gjëra kështu ke parasysh. Parlamentit e ora. Tje pra, te këto, te lakat, te kurat, te gjërat. Edhe me thënë shqiptarët i dallova se janë, i kemi Calvin, Tommy Hilfiger, janë nga këto gjërat të firmat lartë. Si para dhe koka sipër. Po, është direkte te ka dhe mundësisht të duket. Edhe Pastaj që nga Kafka. pasi kaloi këto ditë e para, i kalova këto ditët e fotove të bukura, më duhej puna se s'kisha ç'bëja. Domethënë fillova në për rrjetet sociale në gjërat edhe te lagja që jam quhet Utgrin si lagje dhe aty është komplet me shqiptar. Domethënë jemi Gjirokastrit mjaftueshëm me emra, po, jemi disa Gjirokastrit që jemi grup atje dhe përveç kësaj ke edhe pjesën që flitet më shumë shqip. Ke shqiptar dhe turq. Do ta dia thashë të kisha parë telenovelat me mamin, so kisha mësuar më shpejt. Dy daferi. Po. Fillon në çdo vend që vete, domethënë kafet si shqiptarët, mirëmëngjes si gjërat, edhe në punë, dhe në lokalet, dhe në po. Shqiptar të mirëfill nga ata që ulen në kafe në mëngjes, çojnë në drek. I thotë dhe shikon te njoftimet pastaj, kemi njoftim thot për punë, për nesër. Që momenti i thon? Mos ik në Londër edhe në Tiranë, ashtu i në lagje. Janë ka çuditëra nga më të Një mëdha. lagje janë Gjirokastrit, një lagje janë Kuksi, një lagje Si janë shkoja në Shkodra. Londër se s'kam pyetur. Shiko, unë kur vajta më thanë që është do jetë nuk do shohësh diell me sy. Në fakt e pam diellin, nuk është se Ka më s'kishte. kej se Gjirokastra, po ku e din këta. Domethënë po, ishte Jo se jo. unë kam shumë. Kemi shok. 20 ditë që u Po. kalbëm domethënë. Pastaj Dielli ja, del këto 2 një javë që minutë. erdha unë që prit atë thash mbas vetë çik tek banjat e Bënjës në Saran dhe gjëra 2 javë Ditë shi gjë, domethënë u mbylla. Po, Ka tema ndryshuar. me Remizekon kjo që u thoda sot. Se nuk e kam parë. Dhe ca rillsa të vogla sa Mos shkëputi. kishe se kur E edhe pra, ti s'je hedhur. Po. Tani është duke u hedhur. Shko, unë kam shumë shok që jetojnë në Londër. Një për tyre Toni Thimion e përshëndes. Përshëndesim Toni se unë e kam lagje. Edhe Cila lagje? Po, shumë mua. edhe Kedi Shena. Edhe Kedi ne përshëndesim se e njoh. Se më duket se i kam unë në lagje këta aty. Edhe kur flas ndonjëherë me Tonin, më del në kamerë shu e shoh kohën mirë, nuk Është mirë. kështë shoh mjergu si Ai shka. ka reflokte verdha. E është Toni gjyrezator. E pra, mund Është Toni është. Jo, është mirë. Regjia. E di historinë. Jo. Edhe kështu, Është kurse ftohtë, po është mirë. Është mirë, nuk është kaq siç e Temperatura është bërën më domethënë. ftohtë se Thjesht mund të jetë pak lagështirë edhe pak më ftohtë. Shumë. Është si ato ditët e janarit në Gjirokastër që bën 5 ditë shumë fort. Para plaka, Është ftohtë, para plaka po. flasim jo që Është goxha ftohtë jo na dhe min kocka. Na dhamin bryllat. Po shqiptarët bëjnë diferenca. Gjimtirët. I dallon, shikon, i njeh, Cila i po bën përfshirësh me domethënë. për hapur. Isha në një aktivitet edhe ishte shumë e bukur se bëra një prezantim edhe që doja të duket se kam një gjë që loboj shumë për Gjirokastrën. E kanë kuptuar të gjithë dhe në rrjetet sociale. Të dhe kanë në marrë gjëra. rishje nga Gjirokastra. Absolutisht. Në çdo aktivitet që vete do ani kam nisur këtë iniciativën, domethënë po e them këtu që po këtu do përfshin çik Emini do, nuk e di tani, o Emin, të lutem mos ma heq iniciativën e biznesit të parë online që do bëj domethënë sepse ato shprehjet e Eminit, ato mi nxidhjarë. Çdo kredit. Emini me stadium Do t'i çoj ca bluza po dhe bën gati, ka bëj ka njëri nga Gjirokastra po këtu bën do ta gati një shkruaj. fjalor me këto. Fjalorin Po. Gjirokastrit. Kemi Profesori Vasil Muka ka publikuar
profesori Gjirokastrës, Po. ish drejtori, domethënë ka publikuar, okay, pjesën e fjalor. Dhe ajo më pëlqeu, dua të marr ca shprehje, ti bëj domethënë në bluza dhe ti reklamoj. Atje në datën 6 dhjetor do jetë kjo e festës së flamurit që aty do festohet, ne do jemi në një aktivitet pranë parlamentit në Londër, që do bëhet një aktivitet, Te ura aty. Po. Edhe do jetë shumë e bukur London sepse unë do Bridge. çoj ca bluza me ka njëri nga Gjirokastra këtu, domethënë. Kështu që do ta bëjmë, që të dallohen. Ti merr Kur bëra shumë, këtë- do të ikin. Po pra, Ne Ti në shesin një në- ta Intereso pak. një Me të ardhme gjëra të vogla. kur të po. jemi në Dhe kur rregull. bëra këtë aktivitetin dhe bëra prezantimin gjithashtu, po bërtita shumë se nuk po më dëgjon ndonjëri. Ka njëri nga Gjirokastra këtu të dëgjoj një heshtje absolute. Ul dhe muzika si me kështu. Po ne edhe të jemi e E po mirë jam veti thash pastaj. Jemi shik të ngurt. Që doja ta ktheja në humor se ishte kjo pjesa që thash se nga që thonë jo Gjirokastra kursen dhe i thash. Kursen të Po folën. normal që ne kurzemi tash, unë paguaj 15 pound, po ti kem s'vi fare në Londër. Se këta nga kuksive, domethënë ande i kanë paguar shumë atlet. Ne po të ketë Gjirokastriti 10.000 pound, pse do vej ne? E vajt në vendin e Ne gabuar. mbyllim gjithë pjesën tjetër të jetës me, kështu Se që jemi ne- në rregull. Në atë ka Janë- shumë me ndikim në New York, New Jersey e Boston. Që janë Po. personalitete, janë Okej. Ku e lirë si kalohet aty? Koha e lirë. Po ku kemi kohë të lirit? Se si flim Është dum se i balancë. bie natën koha e Ja, lirë. te i ke tërkohën të lira, ndaj s'ke asnjë. Dgjoj. Shqiptarët kohën e lirë e kalojnë si në Shqipëri, Kafe. në lokal, në kafe. Kafe, bira, Kafe, deshje. bira, ndeshje. Domethënë Ndeshje besoj se është shumë Ndeshjet janë shumë kështu, kanë një energji të papar, unë aty që thon sportin ju ndeshja jeni ndryshe. angleze. mua po të sportin gjithë nuk e më dua. kanë thënë domethënë që Po kanë pash qenë ndeshjen anglisht. që ishte kjo e Shqipëri-Serbi. po. Ajo domethënë jemi bën patriotë, nami më të të lagjja dhe Po, po, aty Ndeshje neve të të ishte vras. aty Atje përjetova nxjerrim atë atë. pjesën. Nxirë Luanin. Nxjerrim Luani. Tigri Luani, dragoj. Tani që ndjehemi dhe të gjithë kështu Ajo domethënë. ndeshja, Tani- ti neve Po. shpërthejmë. Të ishte nesme shumë. pastaj. I dallon me njerë, domethënë kishin ka emocion shumë andej. E kisha me të dëgjuar, por andej ka emocion dhe e duam. Futbolli ashtu është, ditë Pastaj, në pjesën e përditshmërisë, nuk më pëlqen ajo që dëgjoj që e para që më tha për shembull, je shqiptare, mos puno për shqiptarët. Mos qëndro me Mos shqiptarët. qëndro me shqiptarët. Jo, po e para gjë që mua kjo më ka tapën ngel. edhe ta thotë. Kjo më ka ngel, domethënë fjalia e parë që un kam marrë me ardhje në Londër që puno ku të duash, por mos puno me shqiptarët. Tash un pres që të punoj me shqiptarët dhe pres që të mbështetem nga Stereotip. nga shqiptarët. Njëta e gjë ku dundut. Unë mendoj që Po. domethënë me njerëzit ka një stereotip si shtablero, domethënë që që të thonë për shembull shiko mostri me këtë, po unë mendoj që çdo njeri krijon relata me një njeri tjetër dhe ke- e zgjidh vetë, nuk ka nevojë të marrësh me mendjen e. Ka nga këto të tipit, Njeriu shiko duhet kishin të ta- drejtë, do duhet të ta ndërpres peshosh. vetëm një sekondë se kjo është dhe për të qeshur, por shumë e bukur se është kjo që ndodh këtu që sa është rroga, po ti e njerë se rregullojmë. Ti hajde shiko. Ti e njerë shiko punën se rregullojmë. Jemi në mes të Londrës dhe ai të thotë, po ti e njerë, domethënë, shjovi me provë, unë jenë Tereziti. Domethënë në Londër me provë nuk ke shanse sepse unë që në momenti që dal nga shtëpia duhet të çekoj për autobusin, për trenin, por është unë e mendoj që aty paguhet Metropol. ajri. E kam thënë si shprehje dhe e kanë marrë kështu që në Londër paguhet ajri. Shumë është shtrenjtë Londra besoj. Është e shtrenjtë. Është e shtrenjtë. Është nga Ti duhet qytetet më të shtrenjta në punosh. botë. Është nga qytetet Vjena, më të Londra, shtrenjta. Kopenhageni këto në Europë janë Parisi. Ajo që kam shmangur është stresin psikologjik të punës. Ke shmangur stresin. E kam shmangur totalisht. Ka stres aty Ato apo lajmet këtu, pse e bëre kronikën, pse se bëre mos, dhe deri në fund largimi pastaj nga puna. I ke marrë lekën atë në strata ditë. Jo, s'mor as ju unik, s'mor as burin që doja i tha. As lekët, më thjeshtika. Pse zgjodhe për shembull? Nuk ka Pse zgjodhe për shembull ta ndërprisi atë luftën, në thonjza luftën, luftë e gazetarisë. po. Jo luftën e gazetarisë. Jo, është. Luftën që të rija këtu e të vendosje të largohesh, shkëputeshe. Sepse mundësia për të qenë dhe për të provuar një vend si Anglia që është më zhvilluar gjithmonë, nuk besoj që ka njeri që nuk e dëshiron. që ta them idenë time për bluzat, ishim me Stavro më duket një herë terapi edhe i thash ore të sikur bëjmë këtë edhe bluza e parë do jetë ajo shpreha e famshme e Remi Zekos. Pa çati, pa kanalizime, pa internet. Okej. Mund të jetë kjo kapelja I ke para tana greku. kapelja I me ke para ajo është fenomen. Jo. I ke para Çfarë ta tha Naqa ju bë viral?
Cila që Barku hapur, se që tha, na që na këto, barku hapur. Po dhe ajo që më e bukur që tha Emini pastaj, çka ka bërë mo të bëftë Guxhuman, ajo që ajo domethënë ajo që më e bukur që ka ndodhur. Ka bërë gjëra të mira. Ajo që shumë spontane domethënë ta do njëri ta bëj atë nuk e bën ndonjëri. Ka bërë s'ka Shikoj, bërë. Ka ne nuk bërë do çka kemi bërë mo konkurrencë. Guxhuman. Ti do punosh me shqiptarët këtu, unë do punoj me shqiptarët në Londër. Jo, po që Konkurrencë të nuk do shiten kemi. ato duhet të bëhen çik. Ti do të shesësh me çmimin e Londrës tani se më çmend. Jo, ne o t'i shëti me dënje kështu me kile. Po na çik marketing aty në Londër. Turqi. Absolutisht po, prandaj Shik erdha reklam, për t'ju një gjë. ndihmuar, i tha. Dhe thoje, domethënë do thuash që Se më kujtove atë shfrytëzon sa. ku e la me ku na mbeti, domethënë ku i lash kur i ika dhe ku i gjeta ai që erdha. E kupton? Pri të vi ku të vish herës tjetër, Të do t'i rritur, Kur të vishë rësjet jo të rritur kështu. Çuditëra shkosh kamerë. Do ta bëjmë këtu, do ta bëjmë te në një sallë kështu. Unë i gjej të rritur. Jo, thjesht do jetë errësirë. Kur flas për Po, famë, është nuk bukur them, erësi. pse dua ta them serioze, kur flas për famë, nuk them për famën e humorit, as për famën e këtyre batutave, sepse këto batuta janë patjetër të pazëvendësueshme, por flas me një rritje që ky podcast shërben për kauzën, unë ditën e sotme unë do ta vë të flas për pjesën e Londrës, po do të cilësoj të shenjtë kauzën e Shumë faleminderit të gjithëve, shumë faleminderit. Domethënë për mua kënaqësi që isha sot. Edhe juve ju uroj pafund suksese. Faleminderit. Po Shpresoj që kur të vjerën tjetër të keni më shumë mikrofona, studio më të mëdha dhe investime Më të shumë mëdha. gjëra mbi ta ne vë. Po, duam po. Shqipet e Londrës, i vetëm më mbështesni për çunat e Gjirokastrës. Po, të kemi zërin tonë, domethënë, që patjetër. çdo lloj ide që kemi ta hedhim, edhe Absolutisht, të po. tona dhe të tjerëve, Mhm. të kemi veglat. Veglat janë kryesore se Kemi një me ca peripeci që po kalojnë çunat në për këto gjëra është janë heronj realisht që i bëjnë këto gjëra, gjithë këto sakrifica. Edhe pjesa më e rëndësishme është që siç kënaqen ata, të kënaqemi edhe ne, ta vazhdojmë. Në Që në moment fund të që ky fundit, podcast ka edhe kur mos e marrë bëjmë ne pas X viteve, kur emrin të për vjet mirë, që të menja, bëjmë një gjë të mirë për Gjirokastrën, nuk kemi asnjëherë të humbur. do zoti të Absolutisht. ngelet një Zotin, shenjë, për base- shembull, vitin kaq ka Po, qenë një podcast. po, Mbase nuk kemi arrim- asnjëherë të mbase humbur. Arrim atje ku neve duam, do thuash ti cila është. Ku ajo janë që- planet? Ajo E që pra. doni. Neve duam që të kemi një studio tonën, Okej. të kemi një Setup të mirë. Gjithë setupin. të mirë, të kemi dhe Edhe të ftuar cilësor, jo se si janë, po që e para të reklamohet dhe Gjirokastra, Patjetër. të kemi Edhe atë. të Më fal se unë dua ta them këtë, domethënë unë shoh shumë podcaste se jam shumë i lidhur me botën e teknologjisë, me gjëra kështu. Si çdo i ri mendoj edhe për shkak të profesionit. Po. Jam shumë i lidhur me këtë gjë, po ky është nga podcastet më cilësor. Domethënë janë disa, domethënë janë 5 podcastet më cilësor që ka Shqipëria momentalisht. Është vërtet se shumica tani unë do ta them këtë shumica, Ne ndyshe në ata ne s'kem pasur asnjë fond. po shën si ka kjo nuk po flas. Nuk po flas. Njerëzit Po, Jo, njerëzit shoh disa podcaste shumë vulgar, shumë kështu, kurse kjo është shumë kulturore. Edhe ne vemi vetë. Jeni vetvetja dhe Po, pra. pikërisht domethënë unë mendoj që Edhe shumica njerëzit Gjirokastër pasqyrojnë Të këtu. kuptosh që ke vlera dhe ti si njerëz si Gjirokastrit e kështu se në momentin që ti do shohësh naqen përballë Agronit ose naqen përballë Albanos ose Remi Zekon përballë, nuk e di. Po? Do e kuptosh që edhe ti. Edhe di pjesë e atij komuniteti se Gjirokastra është shumë komunitet specifik, shumë nice. Domethënë unë mendoj që njëri nga Gjirokastra e kupton, po njëri jashtë Gjirokastre mendon çfarë janë këta thotë shumë. është e këndshme. Është e këndshme po. Çuna, ta bëj pyetjen në fundit unë si gazetare. Kush nga ju e mendon ndonjë moment emigrimin? Si te filmi. Kuptoj, është më vaf këtu normale, siklet, po. Të gjithë. Unë jo për vetë. Emigrimin unë e kam 4 vite që përpiqem, jo e mendoj, po përpiqem. Të gjithë. Të iki, por tani Është çështje fati. do përpiqem pak Fati më nuk shumë. zgjidhet. Sepse është edhe dikush, nuk po jemi më 2, do jemi 3. Do ta bëjmë këtë podcastin online pastaj, Do secili jemi- do lidhemi do në vende jemi- të do jemi ndryshme tre si e veta në koncepton. familje, edhe për një jetë më të mirë, për kushte më të mira dhe për shumë gjëra më të mira, unë dua që t'ja ofroj jo ato kushte që më janë ofruar mua. Kur e presim bebushën tënde me qira fjalë? Kismet mes dhjetori, fillim Do janë. të thënë për vit të ri
Do harxhosh. Vit i ri, po. Mund jetë edhe ata një do fëmia I parë në Shqipëri domethënë, mund jetë fëmia I parë në Shqipëri. Po pra, se ke bërë me mënyrën tradicionale, me këto, jo me këto, me kontrat me gjëra. Domate, doli domate. Do dorovite, si e themi ne do vimte, po mirë do vim do të dorovisim dhe neve. Po vim për atër. Blero, emigrimi jot? Nuk I kam bleru ajo. Duhet të bëj podcast. Do blero e pra, se nuk na le verdis Nuk është pastaj. puna te unë se kam fare, unë jam si Edi Rama, jam Që do me thënë? leku shdytësor. Mos na trëm tani. Unë mendoj që Nuk punoj për lek. E para është Ti punon për atë lart. E para është kënaqësia. Unë mendoj që do Nëse ndjej kënaqësi mund të rri këtu dhe jashtë ku ti jetë, sepse puna është po të vesh në Gjermani dhe nxjerr jeta. Ti vjen Një prapë. anë është më mirë të rish në pazar. Pastaj ke edhe ç'fjalos. Ideja është që të gjesh atë që do në jetë. Kaq. Vendi pastaj s'ka rëndësi. Alessio nuk do na lëviz, pastaj shikoj. Unë mendoj, di çfarë mendoj. I vogël, le të ikim ne në emigrim të. Okej, jam I vogël. jam I vogël, po mendoj për shembull si kur dëgjoj njerëz si Blerua që thonë që nuk do iki. Më bëhet zemra mal realisht se unë mendoj që një njeri s'ka rëndësi leku, domethënë ti mendove që nuk e ke në plan momentalisht, se këtu kuptova unë. Ti që nesër më bë. Si kanë dalë dokumente. Po flas seriozisht tani, domethënë kur dëgjoj njerëz që thonë që nuk kanë për të ikur dhe do luftoj për vendin tim se gur bëj kalaja themi neve, domethënë mendoj që më bëhet zemra mal realisht. Unë s'kam në mendje të iki se nuk më intrigon fare kjo pjesë. Unë kam pasur shumë shok. Kur ishim të vegjël në gjimnaz, lonim calceto 2 herë 3 herë në javë. Tani nuk bëhemi dot një ekip me 5 veta për calceto. Njëra anë, jo të dy. Kjo është mëkat, është mëkat. Pinim kafe, nga kafja shkonim lonim calceto. Tani është mëkat realisht. Idealja ime e di kush do që të kisha një punë të sigurt dhe një jetë të sigurt jashtë, edhe bëja një jetë të dy fishë, të bëja edhe këtej dhe andej. Okej. Po sikur të kishe njëri I botës pa kufi. Është shpirt I lirë Blero. Po. Mirë, ju falenderoj shumë që më keni ftuar. Edhe unë ju falenderoj shumë jashtëmase. Dhe Alessio suksese. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Gjithë të mirat, edhe kauza do doja patjetër që unë do doja që ta shikoja që të zhvillohej. Domethënë mos të ngelej në këtë me gjithë mbështetjen. Është vetëm fillimi, Gjithë themi që është vetëm fillimi. Unë kur të marr prapë në telefon ti do jesh me gocën, domethënë. Do ma çosh telefonin apo do dëgjoj, nga këto. Na jepni ndonjë sugjerim për ndonjë emër. Emër. Unë do ta them jashtë, do ta them jashtë kamera se e kam një për. E kam një, po do ta them jashtë kamera. Juve nuk moment. Faleminderit. Mirupafshim. Kishim sot Alession, kishim Erin, unë Ergesti, Shëndet. Bleron, faleminderit Advisor Budvar. Mirë ju gjetë herën tjetër. Uj burimi, kafja Frank, Antigonea, Fura edhe servis Shalari.